Për herë të parë që prej 2009-s, me sistemin proporcional rajonal, në zgjedhjet parlamentare të kësaj të diele po përdoret një hartë e re elektorale, e cila përcakton në shpërndarjen ndryshe të mandateve. Tirana dhe Durrësi do të kenë më shumë deputet në krahasim me zgjedhjet e kaluara, ndërsa Kuksi, Korça dhe Berati do të përfaqësojnë secili qark me nga një deputet më pak në parlamentin e ri. Lëvizjet demografike brenda territorit shqiptar dhe lindjet natyrale ishin përcaktuese për këtë ndërhyrje në numrin e deputetëve për secilin qark. Sipas të dhënave të muajit dhjetor të Zyrës së Gjendjes Civile mbi numrin e votuesve, KQZ bëri një llogaritje se sa do të ishte mesatërisht numri i zgjedhësve që nxjerrin një deputet. Sipas statistikave zyrtare, rezultojnë 4.426.963 votues. Numri pjesëtohet me 140, saqë janë mandatet e deputetëve, dhe në fund del se mesatarja shtetasve që i takon çdo mandati është 31.621. Në bazë të kësaj të dhëne, Berati, i cili që për 2009-s përfaqësoi në parlament me 8 deputet, në shtator do të ketë një deputet më pak. Po ashtu dhe Korça humbet një mandat. Nga 12 deputet në parlament, do të jenë 11 që i përfaqëson këtë qark. Kuksi humbet një mandat. Nga 4 do të ketë 3 deputet. Mandatet e hequra do të shpërndahen mes dy qarqeve më të mëdha. Tirana fiton 2 deputet. Nga 32 që kishte në 2 zgjedhjet e kaluara, tashmë do të jenë 34 ligjvënësit që do ta përfaqësojnë këtë qark në kuvent. Ndërkohë dhe Durrësi përfiton një deputet më shumë, duke çuar në 14 numrin. Pjesa tjetër e hartës mbetet e pandryshuar, 6 mandate për Dibrën, 14 për Elbasanin, 16 për Fierin, 5 për Gjirokastrën, 7 për Lezhën, 11 për Shkodrën dhe 12 mandate deputetësh për Vlorën.